Në Maqedoninë e Veriut, shkalla e lindjeve me ndërhyrje cezariane, sipas ginekologëve, është rreth 43%, shumë lart mbi mesataren europiane. Derisa vendet europiane kanë vendosur rregulla se kur dhe pse duhet të bëhet prerja cezariane, në vendin tonë thuajse çdo e dyta lindje përfundon me operacion, që e shndron këtë intervenim nga domosdoshmëria mjekësore në një praktikë të përgjithshme. Mjekët thonë se ky trend është rezultati frikës nga dhimbjet, informimi jo i mjaftueshëm, por dhe vesh kulturologjik tek një pjesë e grave shtatzëna dhe mjekëve, për të zgjedhur rrugën më të sigurtë dhe më të parashikueshme. Shkaqet kryesore për rritje të numrit të lindjeve me prerje cezariane janë, e para mund të them, mosha e shtyer e nanës për lindjen e parë. Nënkuptohet se karrierizmi, shkollimi, punësimi, shumë të zanuna, femra tash shprehet, prandaj edhe e anulon lindjen e parë. Ashtu që çdo lindje që ndodh mbas moshës 35 vjeçare llogaritet si lindje e rrezikuar. Shtatzania e rrezikuar, po nënkuptohet edhe si lindje e rrezikuar. Në ato raste shkohet me prerje cezariane. E tash, në qoftë se një paciente njëherë lind me prerje cezariane, gjasat janë shumë të mëdha që edhe lindja e dytë do shkon me lindje cezariane. Domethënë një ndër faktorët kryesorë është kjo. Në këtë drejtim, vazhdimisht zhvillohen debate se ku duhet të vendoset kufiri. Në aspektin mjekësor, ndërhyrja cezariane rekomandohet në raste kur lindja natyrale paraqet rrezik për nënën dhe foshnjën. Por mjekët thonë se vendimi se si të bëhet lindja duhet të bazohet në besim të ndërsjellë, dialog, arsimimin e shtatzaneve dhe informimin. Pacientët duhet psikikisht të jenë shumë stabile dhe shumë të përgatitura se çka i pret gjatë lindjes. Kjo duhet të punohet me ato, veçanërisht mjekët am, se ato e udhëheqin shtatzanin edhe tu tregoj se lindja është një akt, nuk është i lehtë, por duhet të sqaroj se do të ndodhe në praninë e profesionistëve, qoftë mjekët, qoftë mamit, me një personel të gjanë, ku na bashkangjiten edhe anesteziologët edhe pediatrit, ashtu që duhet të pranohet ajo si gjë normale dhe si një gjë më e bukur që mund t'i ndodhe një femre ku do ta sjell trashëgimin e vet në ato momente. Edhe ajo të trajtohet si diçka e pritur, se shkon me disa vështërsi, por është kaluese edhe kryesore është që fundi të jetë i mirë. Psikologët thonë se ky faktor psikologjik ndonjëherë shumë më determinues se sa faktorët fizik. Frika e prindërimit, frika e lindjes e ngadalson këtë proces. Faktori psikologjik këtu mund ta ndërlikoj shumë herë punën, për shkak se është punë hormonale, të themi është një disbalans hormonal total dhe mos kontrolli psikologjik mund të shkaktojë më tepër dëm se sa do vi. Prandaj ne sugjerojmë gjithmonë të jeni të qeta. Aspekti psikologjik është shumë rëndësishëm në kuptim që mos të vi rritja e stresit, rritja e ankthit dhe me këtë edhe rritja e panikut. Po edhe të menduarit e tepër rreth asaj se si do jetë lindja, çka do ndodh, si do të ndodh, çka do ndryshoj. Edhe ndryshimet fizike besoj se kanë frikën. Domethënë gratë, për shkak se të jemi të sinqert tani, të hapur, domethënë askush nuk ka aq tolerancë të madhe ndaj dhimbjeve. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, prerja cezariane është një ndër ndërhyrjet kirurgjikale më të shpeshta në botë, me një rritje të vazhdueshme globale nga 6% e lindjeve në vitin 1990 në 21% në vitin 2018, ndërsa deri në vitin 2030 pritet të arrijë në rreth 30%.